Flasim për fenomene që ndodhin në shoqëri, për fenomene të cilat nuk ndodhin vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, në fakt, për fenomene të cilat bëhen shpeshherë frymëzim për subjekte librash, por gjithashtu skenarësh apo edhe tekste këngësh dhe sigurisht të gjitha format e tjera të cilat mund të përcjellin gjendje dhe fenomene të caktuara shoqërore. Do të flasim pikërisht për atë se si një fenomen shoqëror kthehet në një gjendje dhe më pas në një subjekt libri, por jo vetëm kaq, për të tilla fenomene të cilat në të gjithë botën përkthehen në shifra dhe më gjërë. Unë sot në panelin e Vilës 24 kam të ftuar gazetaren e Gazetës Shqiptare, zonjën Klodiana Lala, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Klodi është sigurisht mikesh e jona, prandaj dhe kemi marrë rastin që do kemi sot në studio për të folur pikërisht për këtë fenomen dhe dhunës dhe gruas, por gjithashtu kam të ftuar Aida Musaj, përkthyese dhe vjen sot në Vila 24 pikërisht për këtë temë, pasi një ndër botimet më të fundit të shtëpisë botuese Pegi është pikërisht Izi. Dashuria nuk është gjithmonë e lehtë, ku në subjekt të këtij libri, do të thënë subjekti kryesor është disi një vajzë e cila dhunohet, e cila pëson një tmerr, do të thojë, një përdhunim nga një djalë që fundin e tij do ta zbulojmë teksa e lexojmë edhe librin. Mirë, le ta nisim ashtu si që thash me temën. Tema do tjetë dhuna ndaj gruas. Klod, je gjithmonë në kontakt me të tilla raste, ndjek hera herës të tilla denoncime, të tilla kauza, por në fakt si paraqiten sot shifrat e dhunës ndaj gruas? Por, Nela, në fakt ka një problem shumë të madh lidhur me dhunën e gruas, dhunën që ushtrohet ndaj gruas shqiptare. Shifrat janë tetë alarmante. Vetëm pak ditë më parë, Amnesty International paraqiti raportin e saj ku i referoi në një kapitull shumë të gjatë dhunës ndaj gruas dhe bëhej fjalë për mbi 2500 raste të grave të dhënuara në një vit. Por nuk është kjo shifra, mendoj unë. Nuk është kjo shifra dhe them këtë gjë nisur nga praktika e përditshme, sepse kjo shifër është marrë dhe i referohet pikërisht të rasteve të denoncuara. Pra nuk referohet të rasteve të cilat në fakt nuk denoncohen. Pra kjo shifër paraqet vetëm ato raste në të cilat femrat e dhënuara kanë marrë kurajon për t'u drejtuar policisë apo gjykatës. Ideja është këtu, ne jemi një shoqëri që në fakt kemi një mentalitet që trashëgojmë nga komunizmi, jemi një shoqëri që 50 vite të shkuara kemi qenë në diktaturë dhe natyrisht femra është parë si një mjet, është parë si pronë e bashkëshortit apo e njeriu të caktuar. Dhe në këtë kuptim, sidomos në zonat rurale, është shumë e vështirë që femra të marrë guximin dhe të vitë të trokas në duart e policisë, në dyert e policisë apo të gjykatës. Normal, ka goxha përparim krahasuar me absolutisht shumë faktor, po ka një përparim krahasuar me shumë vite më përpara. Për shembull 3 ose 4 vite të shkuara nuk kishim gra që e dinin që ekziston një ligj që nesër ose pas nesër mund t'i drejtoheshin gjykatës, të merrin një urdhër mbrojtje dhe të ishin të mbrojtura nga dhunuesi i tyre. Tashmë gratë kanë arritur ta kuptojnë këtë gjë dhe po t'i referohemi statistikave të gjykatës, ndodh që rreth 500 ose 600 gra në vit marrin urdhër mbrojtje. Pra që personi i cili i dhunon nuk duhet t'u afrohet atyre, nuk duhet t'i kërcënojë, nuk duhet t'i dhunojë, nuk duhet t'i keq trajtojë të gjitha me radhë. Ndërkohë që kemi edhe vërtet të mbrojtura, Klod, nga ajo çfarë ti edhe ke prekur nga eksperienca jote editore, kanë qenë me të vërtetë të mbrojtura në të tilla raste nga ky urdhër mbrojtje? Nuk është gjithçka një urdhër mbrojtje, por është diçka. Në fundit një femër ndihet është një shpresë dhe në fund fare thotë, "Ora unë kam këtë urdhrin dhe me të drejtë mund të shkoj prapë tek ajo gjykata dhe t'i them që ju më keni dhënë këtë urdhër, por zbatojeni." Natyrisht që ka shkelje sa të duash. Ne kemi 21 raste sot në gjykatën e Tiranës që janë vetëm në 5 muajt e fundit, që 21 burra po gjykohen për dhunën në familje. Dhe për të gjitha këto raste ka patur më herët urdhër mbrojtje për femrën e dhunuar. Pra e kanë thyer edhe këtë urdhër, por megjithatë këto janë disa përparime që në fakt mendoj se do të ndryshojnë disi situatën dhe nuk do të jetë më aq dramatike sa që ishte për shembull 5 vite më parë apo siç mund të jetë 2 vite më vonë për shembull. Mendoj që gjërat po ecin gradualisht, megjithatë theksoj që mbetet një problem dhe një fenomen mjaft shqetësues në shoqërinë shqiptare. Dhe jo vetëm në Shqipëri në fakt, por edhe më gjërë në të gjithë botën, rastet e dhunës ndaj grave janë të shumta dhe në fakt lobingu që bëhet pikërisht për këtë gjë është i madh. Ne kemi në tryezën tonë pikërisht Izi, një botim
që na vjen nga shtëpia butuese Pegi, Aid ti e ke përkthyer vetë dhe në subjekt të saj ka pikërisht këtë forcë të femrës për t'i dalë zot vetes, për t'i dhënë drejtim atij momenti të hidhur dhe jashtëzakonisht të tmerrshëm në momentin kur ka pësuar një dhunim. Ti e ke përkthyer librin, si e ke përjetuar vetë këtë subjekt? Në fakt, kur unë fillova të lexoj librin, duke mos e ditur përmbajtjen e tij, më pëlqeu dhe filloi të më tërhiqte më shumë, atëherë kur kuptova se në përreshta dhe në subjekti i librit realisht kishte dhunën ndaj gruas, ndaj një vajze shumë të re në fakt, e cila fillon dhe e menaxhon atë që i ka ngjarë asaj. Kjo më bëri shumë kurioze dhe shkova për të kërkuar pak më shumë informacione në lidhje me autoren e librit dhe kontekstin në cilin është shkruar. Vetë autorja e librit, për shembull, është një viktimë e një dhune të tillë, dhe ajo, duke pasur dëshirën për të ndarë me shumë vajza të tjera, po edhe me shumë djemë, dhe më vonë mund edhe ta shpjegojmë se pse i drejtohet ky libër edhe djemve, ajo donte të ndante vuajtjet që ka një viktimë e dhunës, vështirësitë që ajo gjen pas ngjarjes, dhe mënyrën se si ajo mund të fitoj forcën për t'ju kundërvënë dhunës që ka pësuar. Realisht, edhe në libër thuhet, por edhe sipas studimeve që bëhen në shoqëri të ndryshme, dhunuesit dhe përdhunuesit nuk janë ata njerëz të panjohur që të dalin papritur dhe të zënë rrugën, ashtu siç mund të mendojnë shumë prej nesh. Dhunuesit përgjithsisht, mund të them në 90% të rasteve, janë persona që neve i njohim, që u besojmë, ndoshta jo shokët tanë më të ngushtë. Që kemi një kontakt, një marrëdhënie në jetën e përditshme. Po, dhe këta persona shfrytëzojnë besimin që ne u japim për të arritur qëllimet e tyre. Për ta goditur dhe në një moment të brisht, kur ne mund të jemi të pambrojtur dhe mund gjendemi fillikat, le të themi. Absolutisht. Por Aid, këto janë me të vërtet momente të vështira dhe ashtu si që vjen historia nga larg Shqipërisë, edhe pse me Klodin po diskutonin pikërisht të rastet që janë rëndome dhe që ndodhin shpesh në Shqipëri. Vjen një histori e hidhur, një histori ku vajza përdhunohet, por gjen kurajën për të ecur përpara, për të fituar sërish dashurinë e shpëtimtarit të saj. Po, në fakt, Jacqueline është fatlume, sepse në momentin kur ajo është në vështirësinë më të madhe, ky person që është një miku i saj, një i njohur i saj, tenton ta përdhunoj, vjen një shpëtimtar. Ky djalë është i panjohur për të, por ai e çliron nga dhunuesi dhe fillon t'i japi asaj disa informacione të vogla, disa ngacmime për ta bërë që të kuptojë se çfarë ka ndodhur, për mos ta bërë të ndihet fajtore. Për faktin që u gjend në atë situatë. Për faktin që u gjend në atë situatë. Dhe kjo është një pikë tjetër që përmendet shumë në libër. Shpesh njerëzit duan të gjejnë fajin brenda vetes për çfarë ka ndodhur. Shpesh ata nuk duan të denoncojnë dhunuesin sepse mendojnë, po ndoshta kishte pirë, siç bëri Jacqueline, po ndoshta unë do të shkatroj reputacionin e tij nëse e denoncoj, sepse ai ndoshta nuk e kishte me gjithmend. Një solidariteti i tepruar, kjo do të thoya. Po. Në shumë raste, Klod, si ndodh në Shqipëri, a gjejnë femrat shqiptare, ato të cilat pësojnë një dhunë fizike, psikologjike, cila do qoftë mbetet dhunë, e gjejnë kurajën për të shkuar në gjykat, e gjejnë kurajën për të përballur me këtë fenomen, pasi nuk është vetëm ai urdhri mbrojtjes. Është edhe e gjithë shoqëria e cila. Atëherë unë e përmenda pak më parë, ne jemi shoqëri në fakt që vazhdojmë të mbetemi po prag patriarkale, shoqëri e cila mbart një mentalitet të caktuar dhe një mundësi të caktuar. Natyrisht që janë thyer shumë tabu. Nëse më përpara nuk ishte fare denoncime, tashmë ka. A ndodh në gjitha rastet, absolutisht që jo, sepse femra vazhdon të shikohet si një objekt në shumicën e rasteve, sidomos në zonat e thella. Dhe mendoj që ato e kanë thuajse të pamundur, sepse agjenti i zonës ku ajo do të kërkojë ndihmë, shkushëri për shembull me atë burrin e saj dhunues, apo gjyqtari i cili do të japi urdhrin e mbrojtjes, ka një njohje sepse janë rrethe të vogla, janë qytete të vogla, janë fshatra. Është situatë që e hasim në çdo. Absolutisht, dhe ne jemi një vend i vogël, natyrisht që kemi njohje dhe që normalisht ndikojnë.
Por ka edhe një problem tjetër, përveç se mundësisë që është shumë e vështirë për të thyer dhe kjo ndodh jo vetëm femrat që janë në zona të thella por ndodh edhe në kryeqytet. Një femër preferon në raste të caktuara më mirë të hesht se sa të humbas ato gjëra që ka fituar ndër vite. Më mirë nuk e denoncon atë dhunën se sa të gjithë të tjerët në vendin e punës apo në institucionin ku punon apo në shoqëri ta shikojnë si një femër të dhunuar, si një femër që bashkëshorti e ushtron dhunë, e detyron të bëjë gjëra që ajo nuk i ka pjesë të parimeve të saj. Dhe në këtë kuptim them që numri ulet ndjeshëm i atyre femrave që duhet të denoncojnë. Më pas duhet përmendim edhe mjaft fakte të tjera. Do janë shumë femra të cilat strapacohen nga mëngjesi deri në darkë për të fituar bukën e gojës, në darkë shkojnë pastaj dhe marrin dru të mirë nga bashkëshorti dhe natyrisht që është edhe problemi ekonomik. Ka një problem tjetër shumë të madh i cili në fakt nuk është përmendur. Një sër femra është dënuar edhe nga bashkëshortët e tyre që kanë në emigrim. Do me thënë, ka bashkëshortë të cilët vazhdojnë të jetojnë për vite të tëra jashtë dhe kur kthehen pas 4 ose 5 vitesh, nuk kanë më atë imazhin e një femre me të cilën u dashuruan apo imazhin e nënës dhe të tyre, por duke qenë se qëndrojnë larg nuk e kanë më atë afrimitetin dhe patjetër që kthehen në dhunues. Të gjitha këto mendoj se bëhen bashkë dhe krijojnë atë problemi që një femër nuk po flasin vetëm për dhunën ku shkon në rrahje, në përdhunim, sepse ajo është më ekstremi, por kanë dhunë psikologjike, kanë dhunë unë dhunë shikoj edhe këto, kur një mashkull të detyron të mos veshësh një fustan, por të rrish me pantallona për shembull. Unë dhunë shikoj edhe ato momentin kur bashkëshorti nuk të lë të dalësh nga shtëpia për të pirë kafe, në një farë mënyrë e dhunë është, edhe pse është më e zbutur, nuk është në atë formën e saj ekstreme që bashkëshorti apo dhunuesi të godet, të përdhunon e tjerë. Me thënë, mos mbetemi tek klisheja e dhunës fizike, e dhunës që lëshenja, e dhunës të dukshme, por është dhe ajo dhuna e padukshme që ndoshta ne e përkthejmë si dashuri, e përkthejmë si përkujdesje, e përkthejmë në shumë forma, si që bëjmë edhe në rastin kur dhunohemi dhe tentojmë të gjejmë një motiv për t'i dalë në mbrojtja dhunuesit. Unë e shikoj dhunën psikologjike shumë herë më të fortë se sa dhuna fizike. Në çfarë kuptimi e shikoj? Nëse një femër dhunohet, ka shenjat në fytyrë, është e gjakosur, e ka kokën të goditur apo me hematoma, mund t'i drejtohet fare mirë mjekësisë ligjore, mund të shkojë edhe në komisariatin e policisë, gjërat janë të dukshme, edhe normalisht mund të merret edhe në mbrojtje dhe mund ta zgjidhë në një farë mënyrë problemin e saj. Por është shumë e vështirë të provosh autoriteteve dhunën psikologjike. Është shumë e vështirë të shpjegosh autoriteteve. Absolutisht, por është shumë e vështirë ta provosh në gjykatë, sepse bashkëshorti kryesisht bashkëshorti apo dhunuesi, bashkëjetuesi apo i dashuri, në momentin që vjen në gjykatë ndryshon fytyrë. Nuk është më ai njeriu i dhunshëm që është brenda mureve të shtëpisë, që e detyron atë femër të qëndrojë brenda 4 mureve, të mos ndjek dëshira dhe pasionet brenda atyre limiteve që duhet të ndjek. Pra i tjetërsohet në gjykatë, dhe gjykatësit në shumicën e rasteve kanë shumë të vështirë ta provojnë që realisht ka dhunë psikologjike. Po, si trajtohet një femër konkretisht e dhunuar pikërisht nga gjykata, nga ato instancat të cilat merren me çështjen? Vitet e fundit kemi patur realisht një sër ligjesh të cilat janë miratuar. Tashmë kemi dhe asistencë me psikologe. Nëse më përpara psikologu ishte një mit në kuptimin që thjesht ekzistonte si emër, sot realisht kemi me 10 psikologë të cilët u japin ndihmë këtyre femrave. U tregojnë atyre që realisht është ky problem që ju duhet të denonconi, duhet ta shikoni përpos këtij momentit vështirë që po kaloni jetën tuaj, duhet të gjeni forcë të rindërtoni gjithë jetën tuaj. Pra në një farë mënyrë po u jepet asistencë psikologjike. Dhe në asnjë seancë nuk ndodh më tashmë që femra e dhunuar të jetë vetëm përballë dhunuesit dhe përballë gjykatësit, por të jetë edhe përballë një psikologu, të jetë në raste të caktuara edhe përballë një mjeku. Për të kuptuar ndoshta edhe deri në çfarë faze ka shkuar kjo. Absolutisht, dhe mendoj që ndihma me psikolog është ndihma më e madhe që mund të jepet një femre dhunuar, sepse në momentin që femra kupton deri ku ka arritur kjo dhunë dhe në momentin që i hapen syt në kuptimin e mirë të fjalës, atëherë do mendojnë që e gjen atë forcë për ta rikuperuar jetën e saj dhe për të shkëputur nga dhunuesi, sepse shikojmë në mjaft raste që femrat pranojnë të dhunohen dhe në mënyrë në thonjza me dëshirë, se mbase nuk është dëshirë, po për hir të shumë gjërave pranojnë të jetojnë po prapë me atë dhunuesin e tyre. Dhe janë po në një rrezik. Absolutisht, një rrezik që sot është dhunë e vogël nëse mund ta themi, por nesër bëhet e madhe, nesër vritet. Ne kemi plot femra të vrara, ne kemi patur mbi 100 dhe sa femra të vrara në 4-5 vitet e fundit. Dhe kjo është, domethënë, rasti më ekstrem i dhunës i një femre të dhunuar. Dhe janë bërë, mendoj që këtu duhet ketë një sensibilizim shumë të madh të shoqërisë. Ne nuk duhet ta shikojmë atë femrën e dhunuar
si njeri që të gjithë ta paragjykojmë, ta shtyjmë, ta përbuzim, ne duhet ta mbajmë afër, sepse në fund të fundit është secila prej nesh. Domethënë është një femër e cila ka nevojë për kujdesje, ka nevojë për ndihmë. Domethënë ne duhet ta ndihmojmë dhe kur them ne, nuk kuptoj gjithë shoqërinë. Është e vërtet dhe shpesh ndodhe kundërta në fakt, që ne i përbuzim edhe tentojmë të gjejmë brenda tyre dhe fajtorin e vërtetë të ngjarjes. Por ai çfarë ndodh me Jacqueline në librin Izi? Ajo pëson një fat të keq, ndërkohë gjen një shpëtimtar, por çfarë ndodh më pas me jetën e saj sociale, me shoqërinë? Jacqueline fillimisht vendos të mos tregoj asgjë në lidhje me atë që i ndodh, sepse ajo mendon që të tjerët nuk do t'i besojnë, ajo mendon që do t'a quajnë atë fajtore, apo thjesht nuk do të ndaj me të tjerët një histori kaq të dhimbshme, për mos të ndjerë e dobët ndaj tyre. Jacqueline ndron mendje, fatmirësisht, sepse gjatë librit tregohet edhe rrugtimi i saj, një rrugtim që i jep vetë siguri, duke folur me miqt, duke folur me shpëtimtarin e saj, dhe ajo bindet që faji për atë që ndodhi nuk është i saj, që fajtori vërtet është sulmuesi dhe vetëm kur ai sulmues godet përsëri, ajo kupton që nuk është thjesht detyra e saj ta denoncoj për atë çka ajo pësoi, por është detyra e saj që ta denoncoj sepse ajo që i ndodhi asaj mund të ndodhi kujtdo tjetër. Pikërisht, do të bëhet përsëritës dhe ndoshta po një tjetër agresor mund të tentojë të gjejë edhe një tjetër prej, le të themi, një tjetër vajzë e cila do të dhunohej më pas. Kështu që për t'i paraprir edhe përsëritjes. Absolutisht. Unë këtë doja edhe e kapa tek fjalët e Klodit. E para vjen vetdia, edhe në rastet që neve njohim, apo edhe në rastin e librit, vetdia për atë çka ka ndodhur, vetdia e përgjegjësisë, e përgjegjësit për atë që ka ndodhur, për dhunën që është ushtruar apo tentativën për dhunë. Unë do të shtoja me keqardhje që në shoqërinë tonë, ne, sidomos ne femrat, nuk rritemi me vetdijen e pastër të asaj çka është dhunë psikologjike, duke filluar që nga dhuna psikologjike dhe ajo çka është normale për jetën tonë. Pra, unë imagjinoj shumë femra që kam njohur, nëse ti në fëmijëri pëson dhunë psikologjike dhe nuk ka asnjë burim tjetër me cilin mund ta krahasosh për të thënë nëse kjo është normale ose jo, atëherë ti rritesh duke menduar se je një objekt i dhunës psikologjike. Ti nuk di t'i vësh asnjë emër. Tani ky është një rast ekstrem, por vetdia e thellë dhe identifikimi i qartë i asaj çka mund të jetë dhunë psikologjike është gjë arma e parë që i jepet një personi apo një femër për të vetë mbrojtur. Sepse në momentin që ti je e vetëdijshme që kjo gjë nuk shkon, nuk është normale, nuk është e pranuar nga shoqëria dhe nga ligji, atëherë ti ndihesh në anën e drejtë të ngjarjes, në anën e duhur dhe merr edhe më shumë forcë. Në një farë mënyrë me këtë libër që ju sillni për lexuesit shqiptar, jepni një mesazh sensibilizimi, besoj. Pikërisht që edhe shqiptarët të kuptojnë, ta lexojnë këtë libër dhe të kuptojnë se çfarë ndodh në të tilla raste, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më larg vendit tonë edhe nëpër botë. Absolutisht. Në fakt, ky libër, edhe pse shpesh kam dëgjuar komentin, ok, është një libër për vajzat. Unë vajzave do ju sugjeroja absolutisht, sepse është një libër që t'jep shumë vetbesim. Djemve do ja sugjeroja sepse ata duhet të kuptojnë se çfarë përjetojnë vajzat, shoqet, motrat, mikeshat e tyre, dhe se sa e lehtë është që një prej miqve të tyre, që ata e mbajnë afër, mund të jetë pikërisht një nga ata sulmuesit. Dhe si ta identifikojnë dhe si ta kuptojnë vërtet që mund të jetë ai miku i tij që është personi që sulmon. Se ne gjithmonë fajin e lëm pa nën, e quajmë të huaj, por faji është gjithmonë mes nesh. Jemi gjithmonë miq dhe mikesha të disa personave të tjerë. Dhe nëse nuk i vëmë një emër, do të jetë e vështirë që ta çojmë të drejtën deri në fund. Por Klodian, dua të ngacmoj edhe për një moment delikat, kjo si përmbyllje të bisedës tonë, është edhe një fazë e cila quhet muaji i mjaltit. Quhet muaji i mjaltit pasi është pësuar dhuna, pasi
është agresuar femra, është muaji i mjaltit, momenti kur mashkulli, përgjithsisht kjo në marrëdhënien bashkëtorë, kthehet dhe është shumë i dashur, është shumë i mirë, është shumë i kujdesur. Është pak me spec pyetja. Atëherë të falenderoj shumë. Është e vërtet, është një ndër në të gjitha bisedat që unë kam patur, qoftë me gjykatës apo me persona cilët merren direkt me gratë e dhunuara, kam kuptuar që në shumicën e rasteve, pasi meshkujt dhunojnë, kthejnë ato fytyrën tjetër dhe bën shumë të dashur. Dhe në një farë mënyrë mbase mund të jetë edhe kjo një ndër arsye që femrat i tërheqët, tamam josh është shprehja e duhur që josh të mos denoncojnë, sepse thonë që e bëri një herë këtë gabimin, po mbase nuk e bën më sepse ky po tregohet i dashur me mua, po më ofron gjithçka. Janë të prirur dhe besojnë. Absolutisht i besojnë. Por unë uroj të ketë shumë Jacqueline shqiptare. Unë uroj të ketë shumë Jacqueline që shkojnë ta denoncojnë dhunën. Uroj të ketë shumë Jacqueline që të jenë të përgjegjshme dhe të jenë të vetëdijshme që dhuna nuk duhet të jetë pjesë e shoqërisë dhe të mos e mbyllin ato brenda 4 mureve të tyre. Kjo është shumë e Dhuna drejtë. duhet denoncuar, duhet kuruar, nëse është termi dur për ta përmendur, të gjitha femrat duhet të ndërgjegjësohen që ne nuk jemi më objekte që mund të dhunohemi, kemi të gjitha drejtat tona të barabarta ashtu sikurse edhe meshkujt dhe absolutisht vetëm duke u shkulur rrënja e dhunës nga shoqëria dhe nga familja shqiptare, mendoj se ne mund të bëhemi një shoqëri më e hapur dhe një shoqëri që realisht e shëndosh dhe për të rritur brezat shëndosh. Klodian, ishte shumë e vërtet kjo që the, në fakt nëse marrim një paralelizëm të qartë midis Jacqueline-s, e cila mund të përfaqësoj denjësisht të gjitha femrat e dhunuara në Shqipëri dhe gjithashtu shpëtimtarit të saj, i cili në libër është i dashuri, Lukasi, por në shoqërinë shqiptare duhet jetë pikërisht shoqëria dhe roli social që duhet të kenë të gjithë për të ndihmuar dhe për krahur këto femra të cilat besojnë dhunë. Unë ju falenderoj, Aida, faleminderit që ishit sot me mua në Villa 24. Klodi, faleminderit shumë, gjetëm pak kohë për të shkëputur nga impenjimet e tua ditore për të ardhur në këtë bisedë me ne, ndërkohë që gratë të dashura keni të gjithë të drejtat e botës për të qenë të zonjat e vetes dhe për mos lejuar askënd t'ju cënoj, as mendjen dhe as trupin. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.